Pas një periudhe të gjatë sfidash dhe mungesash kadrovike, reparti i ginekologjisë dhe obstetrikës në Spitalin e Përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar ka hyrë në një fazë të rezhvillimi. Sot 2 ginekologë të rinj filluan punën në këtë repart, duke sjellë një frymë të re profesionalizmi dhe përkushtimi ndaj shëndetit të grave dhe nënave në të ardhmen. Drejtori i Spitalit Besnik Zeqiri tha se kjo është një ditë e rëndësishme për këtë institucion shëndetësor dhe për këtë repart në veçanti, ndërsa theksoi se ekipi të mjekëve me sistematizimin e ri do t'ju bashkangjiten edhe specializantë të rinj, e që nënkupton lindje më të sigurta për nënat dhe shërbime më cilësore për gratë. Sot ne jemi me shefin e ginekologjisë dhe obstetrikës, me doktor Agimin, jemi të i dhënë kontratat e reja të punës 2 ginekologëve të rinj, të cilit kanë specializuar dhe prej sot më dojnë në Spitalin e Gostivarit, këtë premtim e kemi bërë kohë më parë, kështu që të gjitha angazhimet që në spitalin tonë apo në repartin ginekologjik të cilët do i kryjnë këta 2 mjekë të rinj, do jenë në kujdesin e kryeshefit dhe kjo është një mirë edhe për spitalin tonë, po gjithashtu edhe për gjithë qytetin tonë, se shtohen 2 ginekologë të ri dhe në sistematizimin e fundit kemi edhe gjithashtu edhe 2 specializantë të cilët i pranuam dhe kështu diku reparti ginekologjik tani do numërohet 8 mjekë. I lumtur për përforcimet e reja u shpreh edhe udhëheqësi i repartit të ginekologjisë dhe obstetrikës Dr. Agim Jakupi. Ai tha se intensiteti i punës pas pensionimit të 4 mjekëve të këtij reparti ishte bërë i papërballueshëm, andaj fillimi në punë i 2 ginekologëve të rinj do të përmirësojë ndjeshëm shërbimet për pacientët, tha ai. Është një ëndër e kahmoqshme, diku rreth 10 vite që i presim një mundësi të tillë, edhe sot jam shumë i lumtur që reparti fiton 2 mjekë të ri, në të ardhmen edhe ca mjekë të tjerë, me këto bëhet një lehtësim, si neve 4 ginekologë që mbetëm, dhe besoj që do shkojë puna aq më mirë sa s'kam si të shprehem. Është kënaqësi duke falendëruar drejtorinë, të gjithë të punësurit në drejtoritë të cilët kanë dhënë një mund të jashtëzakonshëm, ka qenë në rënd, është dashkalohet në për 3 institucione, për shkak të dokumentacioneve dhe kjo ndihmë që vjen nga 2 ginekologët është kënaqësi e madhe për mua, si përgjegjës i repartit. Përveç përforcimit të stafit mjekësor, drejtori Zeqiri njoftoi se brenda këtij viti pritet të fillojnë punimet edhe për rinovimin e përgjithshëm të repartit të ginekologjisë dhe obstetrikës. Planin për renovimin e repartit ginekologjik obstetrik e kemi bërë, është transmetuar te Ministria e Shëndetësisë, edhe nga atje kanë qenë grupe punuese 2-3 herë në spitalin tonë dhe presim që sa më shpejt të fillojnë punimet. Nuk kemi datë eksakte, po presim me padurim që brenda këtij viti do të fillojnë punimet në repartin e ginekologjisë obstetrik. Ky zhvillim, tha ai, krahas tjera shpërfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të shërbimeve shëndetësore për gratë dhe nënat në Gostivar, duke ofruar një mjedis më të sigurt dhe më të përshtatshëm për lindjet dhe kujdesin obstetrik.